Takimi me dy bashkëkryetarët e Vlenit, Izet Megjitin dhe Bilal Kasamin, ishte i mirë dhe i kënaqshëm, vlerësoi kryeministri Hristian Mickoski pasi dje zhvilloi takim me partnerët qeverisës e ku folën për rikonstruimin e kabinetit. Në interes të procesit, Mickoski nuk preferoi të flasë shumë rreth emrave konkret, por tregoi se po rishikohen të gjitha mundësitë, përfshirë edhe rokada resor. Се разгледуваат секакви опции, добра пријатна атмосфера беше вчера со станокот. Се разгледуваат опции за промена на ресори, така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во условно кажано првиот ешелон. Да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Понатаму ќе продолжиме и во другите структури и на локално ниво. Nga Vlen në një përgjigje për Televizionin 21, thanë se në takimin e mbrëmshëm është bërë një vlerësim fillestar i performancës së ekzekutivit dhe i dinamikës së realizimit të programit qeveritar. As nga këtu nuk flasin për emra konkret. Koncepti që kemi paraqitur është që rikonstruimi të mos reduktohet në ndryshim individësh, por të shërbejë si instrument për përshpejtimin e reformave dhe dhënien e një dinamike dhe shtyrje të re proceseve që janë në interes të qytetarëve. Sa u përket emrave, ende është herët të flitet. Procesi sapo ka filluar dhe pritet të vazhdojë edhe me takime të tjera mes partnerëve qeveritar. Ministri Politikës Sociale Fatmir Limani është një ndër emrat që nuk dihet nëse do të mbetet në kabinetin qeverisës, pasi ministër u bë si Vlen, me të cilët tashmë i ka ndarë rrugët. I pyetur rreth kësaj, Limani tha se dihet që postet nuk janë të përjetshme, ndërsa e krahasoi Mickoskin me seleksionues futbolli që përzgjedh ekipin me cilin do të luajë dhe tha se askush nuk duhet i bëhet barë në këtë proces. Ние знаеме дека и светот и нашиот живот на ова планета не е вечен, како што не се и вечни позициите. Истакнав дека не сме овде за да бидеме товар, нечии товар, но да олесниме за да изградиме вакви проекти. Денес завршува мојот мандат. Ја мислам дека повеќе треба да се насочиме на тоа што направивме ние за доброто на ова држава и народот. E pas takimit me liderët e Vlenit, Mickoski sot takon partnerët e tjerë të koalicioni qeverisës nga partia ZNA me Maksim Dimitrievskit. Mbrëm ministri i administratës publike Goran Minçev, që vjen nga Znami, tha se partia tashmë ka bërë një rishikim të punës 2-vjeçare të gjithë funksionarëve të saj dhe se vlerësimi është se kuadrot e partisë po e kryejnë punën e tyre në mënyrë të shkëlqyer. Por sot, duke folur për Znamin, Mickoski tha se në takim do të flasin për të gjitha anët e mira, por edhe dobësitë.